I thonë një fjale vdis pa të dua. Me këto fjale nisi fjalimin e Lamtumirës për Fatos Nanon, kryeministri Edi Rama. Po sa të pas kanë dashur e të pas kanë admiruar mor buri dhe uc. Dhe ata që të lanë shkop ndën rrota pa të vënë. More deri dhe ata që të kallën në burg duke të akuzuar si vjedhës dhe që erdhën të vrasin në zyrë duke të mallkuar si vrasës e që të lëshuan mbi fytyrë për vite e vite tëra me radhë, tërë të zezat e gjuhës shqipe, veç ta shije se si ti kanë qëndisur, aq bukur fjalët e admiratës tyre. Plasja më vjen. Në sallën ku ishin ulur afër miqë armiq të njëri tjetrit ndër vite, por që i bashkoi funerali Nanos, Edi Rama zbuloi bisedën që ish kryetari ka rrëfyer për takimin me Slobodan Miloševićin. Unë e kam dëgjuar prej tij bisedën me kasapin e Beogradit, por jo vetëm që në atë takim dhe në atë bisedë nuk ka asgjë prej tradhtari, po kur një ditë të dalin si duhet në dritë, fjalët e thëna në atë takim, si dhe takimet dhe bashkëpunimet e Fatos Nanos me patriotët e lëvizjes kombëtare për lirinë dhe drejtat e shqiptarëve në Kosovë dhe në Maqedoni, atëherë askush nuk do të mund të vërë ndyshim se kontributi patriotik për shlirimin e Kosovës dhe për nënshkrimin e marrëveshjes Ohrit e rendit Fatos Nanon në rreshtat e nderit të historisë së Shqipërisë. Edi Rama ka hedhur pas të shkuarën me uljet dhe ngritjet e forta të rrugtimit të tyre të përbashkët politik. Para Lamtumirës së fundit, i njohu Fatos Nanos me ritën që i hapi dyert e shtëpisë politike. Me Fatosin në ndam, thyem dhe rindam buk, por historia e marrëdhënies sonë zhvilluar mes ekstremesh nga birësimi im në familjen socialiste me bekimin e tij deri tek vrasja e babait për marrjen skeptrit ti nuk ka vend këtu në këtë eulogji. I dashur Fatos, kur mendoj se çfarë katër rotaku sovjetik more ti dorëzim në turin e parë, me çfarë mjeti më të mirë mora unë prej teje në dytin, për ta kthyer Partinë Socialiste në brandin e shpejtësisë për Shqipërinë Europiane që është sot, më vjen krejt natyrshëm të mos të them Lamtumir, po thjesht mos vdek shkur Fatos Nanon.